Një foto e shpërndar ditën e djeshme në rrjetet sociale ku kapte momentin e varrimit të vllait të këngëtarit të njohur Gjesti, 15 vjeçarit, i cili vdiq në një aksident tragjik, ka bërë që shumë personazhe të njohur të indinjohen, po ashtu edhe njerëz të thjeshtë. Bëhet fjalë për një moment kur Egli dhe Gjesti takohen, e ndërkohë shumë të pranishëm aty në vend që të ishin për të ndjerin, ata nxorën telefonat dhe filluan të filmonin këtë takim. Për folur për këtë kam të ftuar sociologen e njohur Entela Binjaku. Entela, faleminderit shumë për intervistën. Ju besoj se e keni parë këtë foto, a mund ta thoni pak çfarë impakti patët në momentin që e parë këtë foto? Për shkak se rrjetet sociale na i kanë nxjerrë përpara telefonave syve këtë foto, është e pamundur të mos shikoje dhe besoj se ajo tregoi se njerëzit, pavarësisht se ndodheshin në një ceremoni martore shumë të dhimbshme dhe një tragjedi familjare, befas në një çast caktuar u shndërruan në spektator, duke dashur më së shumti të fiksojnë nëpër telefonat e tyre pikërisht momentin kur dy personazh që për ta ishin të njohur kryesisht përmes formateve televizive dhe ishin bërë të rëndësishëm, të merrnin në një prioritet absolut në ato momente. Besoj se shumë njerëz e kanë interpretuar pikërisht kështu siç edhe ju e tha, që në vend që të tregoheshin të ndjeshëm ndaj kësaj tragjedie familjare, ata më së shumti e vendosën veten në vendin e spektatorit. Kjo foto që është e vërteta në një farë mënyrë e konfirmonte atë që shumë herë përpara se të shihnim këtë foto e kishim shprehur kur njerëzit, sidomos gjeneratat e lindura kryesisht në këtë epokë të zhvillimit digjital, janë shndërruar më së shumti në vëzhgues të materialeve që vijnë përmes teknologjisë. Së dyti, këto breza më së shumti janë lindur dhe jetojnë me zhvillime teknologjike dhe si të tillë për ta është aparati telefonit, monitori është shumë i rëndësishëm. Së treti, këto breza tregojnë në një farë mënyre që ndoshta ritualet e së kaluarës ose ato që janë tradita e një kombi që janë të lidhura me ritualet e gëzimit dhe të mortit, mbase për ta janë jo dhe aq prioritet ose nuk kanë atë vëmendje ndaj tyre siç do duhet ta kishin si rezultat i faktit se janë pjesëtarë të së njëjtës kulturë dhe duhet të njohin këto rëndësinë e këtyre ritualeve. Nuk duhet të harrojmë që pushteti i teknologjisë mbi ta është shumë i lartë, duam apo nuk duam ta pranojmë, ta jetojnë në këtë klimë, jetojnë në të gjitha anët të sulmuar nga njëra anë, të mikluar nga ana tjetër, vetë ata i kërkojnë këto informacione, këto materiale që qarkullojnë nëpër telefona dhe si të tillë janë më shumë të ndjeshëm ndaj këtyre imazheve dhe ndaj këtyre produkteve sesa ndaj atyre tradicionale. Nuk duhet të harrojmë po ashtu edhe fuqinë e madhe që kanë disa formate televiziv që bëjnë befas personazh të një farë shkallë të njohur në teje të rëndësishëm për gjeneratat e reja. Çfarë mendojnë të rinjtë në një moment varrimi që nxjerrin telefonin dhe fiksojnë këtë ngjarje? Pra, çfarë qëllimi kanë në vetvete? Për mendimin tim, të gjithë ata të rinj që ishin aty të pranishëm, ndoshta kanë patur një farë pritmënie përpara se të shkonin në këtë ceremoni. Pra, më shumë se sa të janë nisur për të ngushëlluar personazhin e tyre të dashur për humbjen e njeriu të shtrenjtë, ndoshta kanë qenë më tepër të prirur për të asistuar në një sken apo kishin ngritur pritmëni për të fiksuar pikërisht këtë moment që lidhej me shfaqjen e personazhit tjetër të rëndësishëm për ta, që ishte vajza në fjalë. Kështu që këta të rinj, sipas mendimit tim, ndoshta kanë qenë më shumë të orientuar nga pritmënit për të parë dy personazhet e dashur se si ata do të takoheshin, si do ta përjetonin, si do ta bashkëndanin këtë dhimbje, sesa kanë shkuar, mendoj, në vetvete për të ngushëlluar thellësisht pra
për të vetë një qëllim që do duhet ishin aty, gjendja pranë, mbështetja emocionale, shpreha e respektit, ngushëllimit për familjarët që po përcjellnin për herë të fundit një pjesëtarin e tyre. Çfarë mendojnë të rinjt? Mendoj që një pjesë e të rinjve sigurisht, ndoshta ata që ishin aty të pranishëm, tregohen disi sipërfaqësor në shfaqjen e veprimeve të caktuara, sepse edhe nga pikpamja etike të nxjerrë telefonin celular, të regjistrosh një moment thjesht bashkëndarje dhimbje mes dy njerëzve, dy qytetarëve, duket në thelb, domethënë një element shumë sipërfaqësor, shumë i pamenduar nga ana e tyre. Prandaj mbase thellohen më pak se sa duhet të thellohen dhe ndoshta edhe ndjeshmëria e tyre është jo ajo që njerëzit në përgjithësi kanë kur marrin pjesë në një ceremoni martore dhe që është një dhimbje e tejskajshme. Çfarë impakti kanë këto pamje kur më pas familjarët e të ndjerit i shikojnë, pra a janë shumë të dhimbshme edhe po themi sjelljet e të pranishme aty? Mendoj që pamjet e tilla do duhet të shqetësonin jo vetëm familjarët që kishin këtë hall të madh, të cilët në ato momente ndoshta janë ndjerë më së shumti, si të themi, si të lënë jashtë vëmendjes, ose më saktë të lënë për një çast si sekondar në këtë ngjarje, ku do duhet të ishin prioriteti kësaj historie, për shkak se të rinjt në një çast saktuar, domethënë nxorën telefonat dhe fiksuan një moment që e tha më sipër. Po unë mendoj që po një lloj do duhet ndjen dhe familjarët e atyre të rinjve, ato prindër që i shikojnë, sepse unë nuk besoj se është në kulturën tonë tradicionale përcillet pra etika e tillë që në një shfaqje, në një ceremoni të dhimbshme martore, të shkosh si spektatore, të kesh gati me vete telefonin për të fiksuar momente. Sigurisht ne jetojmë në një kohë ku shoqëria konsumeriste e tregon veten në mjaft aspekte. Një ndër to është edhe ky aspekt që ne po flasim. Dhe ne për shembull në fushën tonë ne njohim mjaft mirë dramaturgjinë në jetën shoqërore, ku çdo aspekt i jetës mund të shndërrohet si në një skenë teatrale dhe ku njerëz të ndryshëm mund të duken si aktorë të ndryshëm. Por çështja është që çdo shoqëri e përcjell vetveten përmes në breza dhe mbijeton pikërisht fal përcjelljes në breza të vlerave të veta, të normave të veta, dhe në shoqërinë tonë, në ritualet e gëzimit dhe të hidhërimit janë rituale me rëndësi të lartë dhe kur kush nuk i përcjell ato si në formë teatrale, përkundrazi, shoqëria përpiqet të jetë sa më e sinqertë dhe sa më e drejtë në këto raste. A mundet që familja të kërkojë që të hiqen këto imazhe nga rrjetet sociale dhe ndoshta edhe nga media që i ka publikuar? Mendoj që familja tani është në një gjendje të zis, e cila po ashtu ka fazat e saj të veta. Shumë teori në psikologji e tregojnë dhe e kanë studiuar madje studiues të ndryshëm stadin e zis, se sa zgjat, si përjetohet, cilat janë fazat, dhe mendoj që familjarët me këtë hall të madh që ju ka rënë, pak besoj se do të kenë në vëmendje të përqendrohen pra tek kjo kërkesë. Por nuk e përjashton dot që atyre e drejta ju lind, sepse në fund të fundit një ceremoni kaq të rëndësishme, siç është ajo e përcjelljes për mbanesë të fundit të fëmijës së tyre, e familjarit të tyre, ju kthye pa dëshirën e tyre dhe pa miratimin e tyre befas në një foto të shumë shpërndarë dhe në një objekt viraliteti që me siguri ata nuk i ka bërë të ndjerë mirë, përkundrazi mendoj se do duhet të jenë ndjerë edhe më të lënduar. Në tele kam dhe i pyetje të fundit, cili është ai mesazh që ju doni ti përcjellni rinis, që veprimet të tilla të ngjashme, ndoshta në të ardhmen të mundohet të shmangej sa më
Mesazhi im është jo vetëm një rast si ky, por edhe në raste të tjera, shpeshherë të rinjt në vend që të jenë bashkëveprues, dhënës të ndihmës, kontribues në mbështetje, shpeshherë ata shndërrohen thjesht përshkues, protagonist si përfaqësor, dhe në vend që të jenë vërtet një shpatull ku të mbështetet tjetri në vështirësi, apo një ndarës i mirë i gjendjes emocionale të tjetrit, një mbështetje për ta, ata nuk në vend të kësaj preferojnë thjesht të qëndrojnë në distancë, të fokusojnë në telefonat e tyre që i mbajnë në xhep apo kudo këto momente dhe të mos tregojnë kurfar respekti, qoftë për privatësinë e tjetrit, qoftë për intimitetin, qoftë për nuk kërkojnë kurfar miratimi, të shkoj mendja dhe të ky fakt, dhe besoj se veprimi më i mirë do të ishte në radhë të parë respekt, shumë më tepër respekt për tjetrin që gjendet në vështirësi, që ka momente që kërkon më shumë ndihmë se sa fiksim në një telefon, apo një fotografim, apo një regjistrim, që në fundit qëllimi mund të jetë vetëm ai i shpërndarjes, i bërjes buj, por në vetvete, ndoshta, nuk arrin t'jap asnjë kontribut, asnjë ndihmë për njerëzit që janë në vështirësi. Faleminderit shumë për intervistë. Faleminderit.